unë kam qenë antar i kryesisë madhe dikur, kur na thoshin që, ora, la shkoni ke PS-ja juve. Ora, do ta djegem godinën. Po sinqerisht po thotë veri. Ora, keni bënë hesap Kalamajt. Dua të ndalem te kjo. Si ishte vajtja juaj tek Partia Socialiste, angazhimi me Partinë Socialiste? Unë kam qenë antar i Partisë Punës, normal. Dhe në kohën që u themelua Partia Socialiste, kam qenë drejtori i ndërmarrjes energjetike të Tiranës. Një ndërmarrje fillonte në Rrogozhinë dhe mbaronte në Mirdit, që kishte gjithë në stacionet, linjat e tensionit lart, hidrocentralin Lenin lart dhe fabrikën e briketit në kombinat dhe tecën e kombinatit. Me shumë probleme, me shumë halle, që mos teci i cili ishte ndërtuar që në 50-ën edhe isha amortizuar në një farfeje që ne dinim si e mbanim në punë për të mbajtur punëtorët e tekstilit dhe të Mistomames. Dhe duhet shkoja në Partinë Socialiste, që atje më të nkonte të shkoja. Në nenin 24 më që nga puna isha drejtor, normal, edhe në 24 komunist, nga puna. Shoku im, një që e banja afer, që më binte mbrapa, që më thoshte shoku Ramiz, a ju bë drejtor. Okej. E unë shkova, dhe më që nga puna dhe shkova ka Partia Socialiste. Si që të thash, kryetari parë, Ali Lalaj, sekretar Musa Oriqini, sekretar Spartak Poqi, sekretar Tullum Vlati, një djalë shumë i mirë, më origjinë nga Dibra, djalë trim, po dhe inxhinieri Zoti. Shkova dhe unë, sekretar organizativ. Kjo është pesë e Tiranës, kryesia e Tiranës, mbaj mend, kemi bënim mbledhje ilegalisht e dashur pranvera në përshpia. Nuk lejohej që të mbledhje? Nuk kam bërë mbledhjen për shtëpitë e njerëzve, kam bërë mbledhje për shumë në shtëpinë e Adriana Berberit, që u bën zëvendësministre më vonë. Kam bërë shtëpi në shtëpinë e revolucionare Cezarit, gruas së Andon Cezarit të famshëm, ose babaçes të famshëm, sepse kishte një reakcion dhe një situatë shumë të vështirë.